Bismillahirrahmanirrahim. Nëse muajin e madhërisëm të Ramazanit do ta përkufizonim vetëm me dy fjalë, do të thonim: Ramazani është muaji i agjërimit dhe muaji i Kur'anit. Dhe pikërisht Kur'ani, fjala e Allahut të madhërisëm, është një shenjë, është një matës, një simatse se jemi të sinqert apo jo. A jemi në rrugën e duhur apo jo? A jemi të kulluar me Zotin që na krijoi apo jo? Për këtë Uthmani radiallahu anhu ka thënë: "Law anna qulubana tahurat lama shabi'na min kalami rabbina." Sikur zemrat tona të ishin të pastra, ne nuk do të ngopeshim me fjalën e Zotit ton. Besimtari i vërtet, i cili është lidhur me krijuesin e tij, muslimani i mirë, i cili është lidhur me atë që furnizoi dhe rregulloi me Allahun e plot fuqishëm, nuk ka se si t'ja bëjë ndryshe vetëm se të lidhet me Zotin nëpërmjet fjalës së tij duke lexuar dhe nëpërmjet fjalës së tij duke punuar me të. Andaj dhe Uthmani na ka dhënë këtë një simatse, zemrat tona nëse vërtet do ishin të pastra, ne nuk do të ngopeshim me fjalën e Zotit ton. Dhe besimtari i mirë është ai i cili mëngjes e mbrëmje është i lidhur me fjalën e Zotit. Kjo do të thotë që të futemi në xhami dhe të qëndrojmë aty, mos të dalim fare, vetëm duke recituar dhe lexuar fjalën e Allahut të Madhërisëm, jo, kudo që ti je, brenda shtëpisë ose jashtë shtëpisë, brenda në xhami ose jashtë xhamisë, në punën kur shkon, në vende të ndryshme ku qarkullon, por dhe kur takohesh me njerëzit, përcille mesazhin kuranor tek njerëzit, ti jesh i dobishëm për ta, por kur je vetëm, gjithmonë mundohu të lidhesh me Zotin duke kënduar Kur'an, duke recituar fjalën e Zotit, Fatihan më vete, Inna atina kel kauther, atë sure aq të shkurtër, wal asri, atë sure aq të shkurtër, kul huwallahu ahad, atë sure aq të shkurtër. Mos mendo se je duke bërë pak. Atë don Zoti, kur ti bën diçka që është pak, por është e vazhdueshme, e rëndësishme është që të kuptosh se kjo fjalë e Allahut të Madhërisëm duhet dëshmoj për ty, a je lidhur me të apo jo, që të kuptojmë a jemi të sinqert apo jo. Nëse zemrat tona do ishin të pastra, nuk do të ngopeshim kurrë me fjalën e Zotit tonë.